Diferenca mes Tiranës dhe rretheve në aspektin e varfërisë është evidente ku qendra është më e pasur dhe periferia më e varfër. Por nëse ndërtojmë një hartë të nivelit të varfërisë në të gjithë qarqet e vendit, rezultojnë se fëmijët në veri të vendit jetojnë në familje shumë herë më të varfra sesa fëmijët e Tiranës apo të pjesës qendrore të Shqipërisë. Sipas të dhënave të observatorit në qarkun e Kukësit, Dibrës dhe Shkodrës, jetojnë më së shumti lulat e Voçur të Shqipërisë moderne. E përkthyer në shifra, 1 në 5 fëmijë jeton vetëm me ndihmë ekonomike nga shteti. Familje që trajtojnë me ndihmë ekonomike dhe fëmijë që jetojnë në këto familje, ne në raportin tonë rezulton që të kemi fëmijë të grupmoshës 6-15 vjeç në një raport 1 në 5 fëmijë që jetojnë në familje me ndihmë ekonomike. Sipas analizës së UNICEF dhe aleancave për të drejtat e fëmijëve, shihet se qarku i Kukësit ka një përqindje më të lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe kanë fëmijë të moshës 0 deri në 15 vjeç, duke kapur vlerën 29.35%, ndërsa në qarkun e Dibrës, familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike është 12.87%, ndërsa familjet që marrin ndihmë ekonomike në Durrës është më e vogël, e vlerësuar me 1%. Ndërsa familjet që kanë fëmijë në shkollë, pra të moshës nga 6 deri në 15 vjeç, që për shkak të varfërisë marrin ndihmë ekonomike, është në nivele shqetësuese në qarkun e Kukësit me 51.98% ose 11.000 fëmijë, ndërsa në Durrës kjo përqindje është 50 herë më e vogël, pra 1.220 fëmijë. Shtimi brenda qarkut ose rrethit të fëmijëve të varfër është kryesisht në zonat rurale, aty ku niveli skamjes është edhe më i lartë. Këto shifra dalin si rezultat i përllogaritive së të dhënave zyrtare në nivel lokal dhe qendror. Jashtë kësaj përllogaritje mbesin edhe shumë familje të varfra që nuk trajtohen me ndihmë ekonomike dhe që janë të paregjistruara në këtë kontekst. Rrethi që ka numrin më të lartë të fëmijëve të cilët jetojnë në familje të varfra është ai i Kukësit me 63.18% dhe i dyti rreth i Pukës me 47.7%.